Pas aksionit të një ditë më parë, fshati Malini Malësisë së Karadakut u zgjua në qetësinë e zakonshme, por fshatarët akoma ishin të tronditur, të pasigur dhe në panikën e një ditë më parë, kur forca të mëdha policore rrethuan këtë fshat. Fshatarët shprehen të revoltuar për mënyrën se si forcat policore kanë injoruar t'ju përgjigjen pyetjes së tyre se çfarë dhe pse po ndodh aksioni. Kryetari i Bashkësisë Lokale të fshatit Malin, Vebi Saliu, tha se banorët janë në panik të thellë, ndaj u bën thirrje liderëve që të interesohen për çështjet që tangojnë shqiptarët dhe jo të vinë vetëm atëherë kur kanë nevojë për votat e tyre. Edhe kum dalë në barë, kum li përgjigje, pse keni hi këto? Tha, ne kena hi, tha, ti nuk në zezori pse kena hi. Thash, kjo është të bërë jem. Unë këtu jetoj me familje, mos mua e familjes panik, po dilë për borit. Edhe unë du dokument për gjigjit. Atë ka dhonë gjigjit ti dokument më arë me hina bartem ose në fshat. Edhe kanë netën, tonë ditën, nuk i kanë ditë për shka. Banorët njoftojnë se forcat policore kanë mbastisur vetëm shtëpitë e boshatisura, por gati se në çdo bosh shtëpie ka pasur nga 3 deri në 7 policë, disa prej tyre të maskuar dhe armatosur. Sipas tyre kjo është e mjaftueshme që të ngjall panik. Ata pohojnë se kanë qenë të bllokuar në vëzhgimin e këtyre forcave. Disa banorëve u kanë kërkuar edhe letërnjoftimet, të cilat më pas u kanë kthyer. Njëri prej banorëve thotë se ishin rreth 400 deri në 500 policë. Kush i qum për rreth fshatit, ishmi pothuajse se një përshkrim paraforcisht 400-500 forca kishin qenë duke na kontrolluar, kështu duke na vëzhguar dhe nuk kemi ditë se për çka bëhet fjalë. Kështu që krismat e helikopterave dhe zhurma e tyre bëri që edhe fëmia të merret panikun e vet, kështu që ne na të detyruan që ti mashtrojnë mos qajnë, sepse shitsin e na shkorinia në për trauma, qëta edhe fëmia jonë me trauma, që kështu kisha dashur të thon një apel me bë të gjithë partitë politike që janë, ku flitet, domethënë shqip, ku ka shqiptar, mos dalin vetëm në 4 vitet na vizitojnë vetëm për vota, se me të vërtet kemi mbetur sikur një ani ata klandestinët cilët lundrojnë në përdet dhe nuk kanë kur një shpresë na jemi të tillë. Naser Qamili, një tjetër banori i këtij fshati, thotë se fëmia i tij 2 vjeçar nuk ka mundur të bëjë gjumë për shkak të frikës që u ka shkaktuar zhurma e madhe e helikopterëve që kanë fluturuar mbi çatitë e shtëpive. Njëri nga ata më pyeti mua, "Ej çuna, mundet të pak?" Unë afrova ti dhe filloi në gjuhën maqedonase, tha "Razbirash makedonski". Unë i thash di pak a shumë. Pas pak ata filluan të më pyesin në cilin vend jemi. Unë atyre përgjigja thash se ju më mirë se unë e dini sepse e dini që keni ardhur këtu dhe për çfarë rasti keni ardhur. Dhe ai njëri prej atyre të maskuar ishte dhe më tha ju e dini më mirë sepse janë të tuajt, dhe më thonë që janë të Kosovës, sepse helikopteri atyre ka inqizuar. Unë e thash ju e dini më mirë dhe një natë më parë fëmijën që e kam unë 2 vjeçar nuk mujti të flej nga trishtimi sepse ka pasur shumë helikoptera pothuajse 4 orë mbi shtëpitë tona. Dhe nuk e di me për çfarë arsye kanë ardhur. Banorja Ganimete Saliu thotë se është absurde përgjigja atyre, se nuk ka çfarë ju intereson juve aksioni në fjalë. Ajo thotë se është e palogjikshme të thuhet se nuk na intereson çfarë po ndodh në oborrin ton. Ajo kërkon që Gordana Jankullovska dhe të gjitha institucionet kompetente të japin përgjigje se pse ndodhi ky aksion dhe pse në këtë mënyrë. Ne mendojmë se siguria e popullit të një shteti kërkohet tek qeveria, tek organet kompetente. Unë nuk kam mund të bisedoj me to, vetëm babi që i kanë thonë se nuk të intereson se për çfarë arsye jemi ardhur këtu. Por për mua është shumë absurde kjo, si mund mos të më interesojë mua në fshatin tim, sepse kjo ardh ti. Në borë timin, është absurde kjo, si është e mundur mos të më interesojë, të më futesh në borë, edhe të më thësh mua nuk të intereson ti pse kam ardhur. Banorët, ju kanë dhënë çaj, ka të tiru. Banorët nga friga e kanë bën ata, i kanë dhënë çaj, i kanë pjek kumpira, apo i kanë zi, shembull, i kanë bën nga friga. Mësuesi i këtij fshati, Aqif Sejdiu, thotë se për shkak të aksionit të dieshëm, kur ka ardhur në shkollë nuk ka pasur asnjë fëmijë,
Sipas tij, ky veprim nga ana e forcave policore dhe institucioneve kompetente është i patolerueshëm. Unë sot ku marrën punë prej Shkupit, prej Araçinës, dhe kur ku marrën te shkolla, nuk e kum gjetë asnjë fëmijë. Për shkak aksionit djeshëm policor që kishte ndodhur në fshatin ton, qeveria ka një qëllim që të përfundoje ose të mbuloje ndonjë korrupsion ose ndonjë X probleme të tilla, mos të futet në fshatet malore për me i friksu këto banor pak që kanë mbet, që edhe këtyre të thot ikni prej këtujt, shkoni ku doni. Më një farë mënyrë na kështu e kuptojnë. Ndërsa sa i përket punës tyre, ju kisha bo apel që mos ndodhin aksionet këtilla vetëm në fshatrat shqiptare. Se atë qëllim që e kanë ata për këto vende, që të kërkohet ndonjë i dyshuar, për shkak se ne jena mushën plot me fjalë tilla, pa marrë parasysh se çfarë probleme ndodhin në vendin tonë. Ato kanë vetëm një fjalë për neve shqiptarët, terrorist, të cilën unë ja kisha thonën atyre të cilët bëjnë terror mbi populatat civile. E jo popullatës të pafashme që nuk kanë as bukë me hangër. Megjithëse kanë dalë në verë, edhe tashmë i bën aksion për mi krye 24 orë. Kjo është e pa tolerueshme, pa kuptueshme. Gjes kena ditë gjanë fukur në kanë hip, në kanë rëtheku me balona, me kamsaur, e në Afrikë kena pas bolë. Sot në fshatin Malin nuk ishte të pranishme forca policore, përveç një autoblinde e cila gjendej krejtësisht në dalje të këtij fshati. Një ditë më parë, forcat të mëdha policore kanë tronditur banorët e këtij fshati të Shkupit, në të cilin janë mbastisur disa shtëpi. Aksioni, pohojnë fshatarët, ka filluar rreth orës 3 të mëngjesit të dieshëm dhe ka përfunduar rreth orës 14:30 minuta. Ky është aksioni i dytë me radhë i forcave policore maqedonase pas aksioni që ndodhi në Kumanov, me që rast u bastisën 3 objekte dhe u arrestuan 3 persona, antar të familjes Rexhepi.